Java shqiptare e futbollit. Dy klubet të kombit shqiptar Drita dhe Shkëndija ballafaqohen nesër në Fadil Vukri. Kjo është një fitore e madhe e kombit shqiptar. Premtohet spektakël i paparë. Dy klubet të kombit shqiptar Drita dhe Shkëndija ballafaqohen nesër në Fadil Vukri. Përkundër rezultatit të ndeshjes, kjo është një fitore e madhe e kombit shqiptar. Kjo ndeshje do të luhet me fillim nga ora 21 dhe pritet një spektakël i madh. Rreth 1000 ballist nisin këtë ditë në Prishtinë, ku përveç udhëtimit masiv, ato do të bëjnë edhe një kurtezh në kryeqytet drejt stadiumit. Ndeshja do të luhet në kuadër të Conference League. E në anën tjetër, kaosi ka arritur në Premier League, ku në Angli ndeshja Manchester United dhe Everton u kthye në teatr të hapur. Vetëm 13 minuta lojë dhe Idrissa Gueye humbi kontrollin duke goditur me shoplak shokun e skuadrës Michael Keane. Një skenë e pazakontë edhe për standardet e Premier Ligës, ku tensioni është gjithnjë i lartë, por rrallë eskalon në dhunë brenda ekipës. Kartoni i kuq ishte i pashmangshëm dhe Everton mbeti me 10 lojtar, mirëpo jo pa kundërpërgjigje. Me një gol të hershëm, Everton jo vetëm që mbijetoi, por e fitoi garën, duke barazuar Manchester United në tabelë dhe madje duke e kaluar edhe Liverpoolin. Një javë e mbushur me tensione, befasi dhe spektakël, tamam ajo që i duhet tifozit. E ju shikues të dashur, na tregoni në komente se për kë bëni tifo më shumë.